أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vazhdojmë me derset Shifa i Sherif. Para disa derseve cekëm se së shpejti do të keni edhe në gjuhën tonë amtare këtë libër të bekuar. Shqyqyr Allahut, Allahu na bani nasip me ndihmën e ati, me lejën e ati, këtë punët kthehen ve ilehi turgjeul umur, këtë punët kthehen të ai, këtë mirat i kemi pe ati. Elhamdulillah, Allahu na bani nasip të përfundim. Valla se di, moti e nisëm, bile mund dë njerë këshu të ndodhe. Këto temat e para janë që i lezim tash në për derse, e ne pse u bon gjajti 20 kusur derse. Thënë, vëllimin e parë në përkthimin gjuhën Shqipe jemi ka faqja 117. E tash këtë kur e kemi përkthy këtë pjesë, ka kanë viti 2022 ose 23. E tash mund të ndodhe kjo, tash të i ta marish këtë libër, e në unë e ndërës ndryshe ta përkthi, kur thëmë ndryshe me dhe një fjalë qeter, jo dalë komplet për konteksti. E në thuish hoxho të e këto ndrejshe folish, anë libër ndryshe ke përkthi. Jemi haru, gjemat, jemi haru. Shumë gjepa ke shfletoj, shatë dersin e fundit, qka i kishin bëa gjenazeve të shehidve në luftën e Uhudit? Musle i thujnë arabisht, apo? Musle. Dhe unë s'mund të këtu masakër të gjenazeve, apo? Ja, për shumë në libër atër, e kemi hap fjallorin ose për internet, kemi pyet në gjuhën Shqipe si është, gjymtim qenka. Dhe kur përdoren fjalët e pastra Shqipe, unë e gëzohem shumë. Jo se jam ashtu adin, djali djave emnin lavdrime, jo Muhammed, nuk jam në ato filma. Mirë po, sa të përdori emër të një, fjalë të një anglezi, ma mirë dhe e thonë fjallën gjymtim. Gjymtim. Që sa fjallë e bukur. Tamam. Për qatë mundohemi, ose të kthemi ka fjalët klasike, musle, hala ma se va po muslen ta, kuptoj mama, atë se kemi tash rrethin tonë. Ama farz, vajib, hikmet, synet, mustehab, këto nuk është mire në shumë e shumë me i përkthy se hupim mapa, qka hupim? Terminologjin tonë islame e hupim. Mapa flasish në përderse, për shembull moti, se s'ka lidhje me temën, po him kështu si hyrje një muhabet pak, një historian i math, i famshëm, Kadir Mësërollu u bë për rahmet para disa vjeti, tha që kështu, e kishte fjallën për këto zgjedhjet në Turqi që ndodhin, edhe pse unë e spërzijem hiq, thënë, është vexhibe e fes me votu Erdoganin. Gjahilët e përdorën këtë, tha Kadir Mësërollu, vajgjib e kije ta votish Erdoganin. Nuk tha ashtu oloshk, vexhibe e fes do thot qëtërse, vajgjib do thot qëtërse. Nepse nuk i dim këto terme, ma pa i ngatrojmë edhe fjalët e hoxhallarve, ma pa ndoshta i akuzojmë edhe me gjëra që nuk i kajnë thanë. Edhe mu mund të mdodhe ndërë, se do njerë më thani shumë i dashur, një dashamir, që bash ishte tema e politikës, s'ka lidhje edhe ajo është aktiviste aty, Allah i ndihmoft punë të hajrit. Tha hoxho do vini ditë mi sqarojsh, do terme i përdorish në derse që unë si kom gjua ato. Tamam, terme ja të dijes sheriatit janë, ose Osmanligje turqe e vjetër, ose edhe Shqipe e vjetër ne themi ma mirë se këtu hoxhallarët e vjetër i kanë përdor këto terme. Mirë, tash me lene Allah të kemi këtë qitap edhe në gjuhën Shqipe, nëse nuk jeni të informuar, ja u informoj. Shifa i Sherifi e ka vlerën e saj, nuk ka nevoj për komplimentin tem. Tamam. Mirë, ama vallaj va kisha sugjeru si vlla musliman, merrnja lexonja këtë qitap. Me një vërejtje, mo këceni para dersit tonë, 117, njën atej, ma ti që mos, se ma pa debojni si ato plaka që e kanë qullu 10 herat filmin, ma pa ja kalzon kitë antarve të familjes, e nuk bëhet interesant. Vazhdojmë tash me dersin. Temat e fundit ishin, sa i mençur ka qenë pejgamberi, sa i but ka qenë si ka falë dyshmant, gjitha to torturat të mëdha, si ua ka kthy me butësi, ashtu edhe ua ka fitu zemrat. Sot inshallah do vazhdojmë prap me një tipar të ti, derisa është tipar cilësia ati normalisht që jetë shumë e bukur. Prandaj ta hapim zemrën xhamat, e ne komplet ti dorëzohemi këtij Mubarek Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jo në dorëzim si Allahut, edhin tash prap teslim do me thonë. Si ka thënë pejgamberi që shtop dhe bone? Me thonë, faslun fi gjudihi wa keramihi wa khaihi wa samahatihi. Hajta shojmë si e kina së drejt.
tema në lidhje me xhut. Xhut i vjen kur je zemërgjan, shpirt mirë që, dhe zemërgjërsi mirë. Kerem, që ashtu i ndershëm njeri shpirt mirë. Wa sekhaihi, sekha prap i vjen çajo e njëjta, dhe semahatihi, semaha do të thot kur je njeri tolerant dhe dish të falish gabimet, apo më shumë e ka fjalën për çështjet materiale. Sta ka kthy borxhin semaha, hajde, bënu zemërgjan, falja. Thot tash Kadi Iyadi, ningani do ti përshkruajmë apo do t'i definojmë këto fjalë arabe, edhe pse gjitha thot janë në mana, në kuptime të përafërta. Disa ulema kështu kanë thënë, fjala kerem, nder, me qenë njeri i ndershëm, apo zemërgjan, do të thot el infaq bi tibi nefs, me shpenzu, me dhanë sadaka, apo të mira materialet e dikush tjetër, e dhatë bi tibi nefs, me gjithë zemër me bokët, nuk pizorti. Nuk pizorti se hajshte kitë qitan, hajnë unë e më koritëm në qesë. Vetë, me gjithë shpirt dhe bëjshat. Zeqati se o farz, se dhe bëjmë, s'kina gjithë bëjmë, po normal se s'kemi gjithë bëjmë, farz është, farz. Një hoxhës temi kam thënë Stamboll, hoxhë, kiti badetet i bëj, pa problema, ma kur vëjmë punat e zeqati, thot njeri se një copë mishi jom të e shkput që shupi vetes e një abdë kuj qeter. Ka thënë që ajo ma kabull, se qatë e kjeti sprov. Dhe kush i sprovohet me përtaci, au 5 vakët namaz, si dhe fali, ajo i vjen dhe kujt e letë. Zeqatit e parja dhe kujt mund t'i vajsha me rënd, momentin kur e bëjsh, e ke sos punën. Pi shkolle katë, pi gostivari, shpejt shkojnë, shpejt u bo hazër e ndull në mezhlis. E mbajdimen barani, gjezit e gjumi ju, ja sa rejt, mashallah, dhe martojme në pak. Barani, nuk o japan që. Mirë po, qka me shpenzu? Diçka që ju adhamu khataruhu e nefruhu, quet si e madhe khataruhu, hatri. Do me thamë vlera asaj, e nefruhu dhe dobia asaj. E kena përkthy qashtu? Pa qashtu. Nese nuk dhe bëjmë tash kontrol këtë liber, ama e kom qif që atë i treja. Ta shok gjikina bo. Do me thanë, disa djetarë këshu e përkufizojmë fjallën kerem, do me thanë me qenë zemërgjan, me shpenzu diçka që ka shumë vlerë të dëkush i qeter edhe atë të bësh me gjithë shpit, me gjithë zemër. Unë në kësi situata kam dodhë shpesh, mirë po nuk kam qenë unë aj që kam thanë, kam qenë unë aj prezenti që e kom pa dhe një musliman të mirë që e ka bo që këtë shpenzim. Allahu Teala u ashtoft ma te për pasurin aty në amin. Po ashtu këtë cilësi kerem, zemërgjansi, apo indershëm kështu me zemër, e kanë qujt ulemat edhe hurrije, liri. Vërtet je i lirë, nuk në varesh për pares, nuk në varesh për asaj materiales. Lirish mund të nëzirish nga dora jote. Ja Rabbi, na jep këtë liri, ja Rabbi, amin. Shumë zorë të gjemat. Që kësa i thujnë ditdun në dhale, i ven e kundërta e zemër ngushtësis, apo mos jesh njeri kështu me shpirt të majrë, shpirtlik të jesh. Wes semaha do thot tolerim që thamë. Qka do thot? Me toleru diçka që e meriton, dhe që ka atë ti që e meriton e ka dëkush i qeter. Ma te përbojt fjallë për borgjet. Është haki jot, a i duhet të ta ktheje, po s'ta kthen. Atër semaha, ajde, ja fala. Vëhue, ditdu shekase dhe kësa i thujnë e kundërta e që asaj me pat dhe një urejtje në zemër. Se ku s'ta kthen borgjin vërtet në bjellet një urejtje. Apo ja du shtë keqen ati, shpirtlik boesh, thojsh i shalla nuk ja shef hajrin atyne, shkune në se vapet që dha e borgj, e në kot ma po që ta kthej, se qatë pare tash, ta kthen ty. Ti që asaj pare i tha, i shalla si ja shef hajrin, të kthej ty ajo pare. Ama për këtu më marim ftyrë, tash hajt të avonojmë atërë. Unë e tajtë sprovoj, taj duhet në derë se kënë gjuse, jo ashtu apo. Muslimani duhet borgjin të kthejem vakët. Dhe seha do thot bujari, me ka njeri prap zemërgjër, për këtu e kuptojmë se asë një gjuhë nuk mund të matet me arabishten. Do thot suhulet u linfaq, që tha Kadi Iyadi, kuptimet janë të përafërta. Bujar të jesh, do thot të shpenzosh, dhe këtë të bëj shumë kolaj. Gjit, duhet një klim, me njerë. Gjit, duhet për strujen. Për gjami duhet, milet jonë që ashtu. Gjit, minare, me njerë. Te pik për gjami, me njerë. Ama nuk u desh vetëm gjamia të ndalit kjo. Vakom përmend duket me një ders moti. Imam Rabbani pi ulemave të mëdhej. Ka tha një njeri nëse do t'ja shofe hajrin zeqatit e në sadakas, le t'jape një talebes që studion për din. Tamam.
Këtu e tregoj se je shumë njeri mençëm. Te peki një dit dë shkepet, dë griset, dë fuget, kur dhe shojsh parje zeqatit të në gjugre shkoj. E në mbet me që ato 30 vjet se vap që kanë falë musliman bëj aty namaz. Ama do musliman bëj atë te pik kanë bo gibet, do musliman bëj atë te pik e kanë përqesh hoxhën, do musliman bëj atë te pik e kanë shah hoxhën. Ama ti kur japish direkt ati personi që dhe studioje dinin e pejgamberit a.s. E nëj njeri dë shaje dë njerë, e nëj dë hije kujdin tualet dë njerë, e nëj dë gaboje dë njerë, ato me ty s'kajnë lidhje. Vetëm punë të hajrit, dita ditës dë shtohen. Deri kur? Deri në kiamet. Se ajde jam mësoj dhe kujt një fjalë të mirë, aj qetri ati qetrit, aj qetri ati qetrit, deri në kiamet që këshu. Nëse je i mençur, duhet të vazhdojnë se vapet ma shumë, me shpirt gjan, me zemër gjënsi, me njerë, t'ja japim talebeve se ato e meritojnë. Po edhe talebet, me njerë, gishtin pas tyre vetes t'ja bëjnë, ajo mune e njeri që i meritoj këto të mira. E tash, kësa i thujnë e kundër ta e kooperacis. Pejgamberi a.s. ka qenë një njeri i pakrahasueshëm fi hadhil akhlaqil kerime në që këto tipare të ndershme. Wala yubara, që ashtu nuk mund të krahasohet, bihadha wasafuhu kullu men arafahu, që këshu e përshkruanin pejgamberin a.s. çdo person që e njifte. Zateket, një afërsi e shkurtër, me njerë, si të duk, që këshu. Zemërgjan, tolerant, fal, do me thënë, trejsh merë një 5 minuta, kitë këqia të hiqen. Ja, rabi, në bëj dhe neve për atyne. E shojmë se së nëbojemi, po. E kam thënë, duket e njërë qëtër. A dum të dim, ku jemi me që këto sjellje, ti pajsim njerëzit e shtëpisë. Se me ato jemi më të lirë. E shojmë se së nëbojmë si pejgamberi a.s. Së në va tolerojmë një gabim të vogël, një qaj se del pak me iftoft, me njerë në prishet zemra. Lipin të njerë, apo duhet shkoj deri në pazar të bëj për në shpajt të njëse, apo, ajo zemër gjënsia kërkund, qëshau, gur bojt zemra. Po mirë me loq, pra për shpinë tënde, pra për dobin tënde. Shqyqyra Allah, nuk i kemi që di hargjën paret kot. Vallaj billaj, nuk i kemi që di hargjën paret kot. Ama me njerë ashtu të zmadhohet në atë moment e 1.000 dinari, thot njëri këto voti, po 1.000 dinar qka shbe për neve burat, vallaj dalim 2-3 kafe qaq. 1.000 dinar shkojnë, hasret ti prejshish ato t'i shiltat. Shkon, për një javë shkojnë. Që dhe bëhet hali? Që dhe bëhet hali? Hargjo. Ama në pun të hajrit, dhe të kthehet si, të paktën si liri dhe të kthehet. Nuk dhe eshin varet pi pares. E tash fillojmë me hadithet. Vjen zinxhiri, dvajap edhe një sqarim, të qitapi nuk i kemi përmend zinxhiret, se do dilte 4 vëllime libri. Në zinxhirin Kadi Jadi kur e ka përmend afër 7-8 hoxhallar, 10 hoxhallar, pe kujt ka ardhur me zinxhir ai hadith. E kam përmend për erat të fundit. Thën Ibnul Munkediri ka thënë se e kam dëgju Gjabir ibn Abdillahin duke thënë: Ma su ilen nebiu an shay'in faqala la. Nuk ka ndodhur që ti kërkohet diçka pejgamberit a.s. e na i those jo. Çka i kanë kërku? Ja Rasulullah, më duhet një deve. Çe një deve? Ja Rasulullah, më duhet diçka. Çe diçka? Ja Rasulullah, një lutje, një ndim, çe një ndim. Sigurisht që ka komentime poshtë, Mollari el-Qari thot zakonisht ka qenë kështu, do njeri kanë kërku diçka, ka thënë jo, sa jo s'bën për ty. Hoxho, ata blej kitabu tauhidin e thuja emnin Muhammed ibn Abdul Wahhabit, normalisht se jo do thonë. Që aty e kom që, ma poshtë e kom vuqa gjë, mo duket, helbet mo e preke dëkush. E tash me ma lip ty do thom jo, ty do thom jo. Ty, shifa i sherif, reklame vonë. Këtu edhe një thirje, se unë e këtë liber e shujta për izat Allahut. Nuk pres as gjë materiale. In egjje illa ala Allah, si kanë thënë pejgamberët. Atër këtë lirish mund të thom se jam i lirë, nuk më varem. Shpijat botuse, që dhe e marin dhe dhe e shesin këtë qitab të bekuar. Çmimin, sa donja vëndonja, sa më intereson. Kujdes në për rafte, nga këti qitapi të bekuar, mos rrinë do qitape që i thujnë këti alimi qafir, apo komentuesve të ati qafir, apo brenda që kalon muhtevijat për mbledhjes asaj, për mbajtjes asaj, qafir. Nuk shkon kjo. Edhe këndej dhe helmojmë rini, e në këndej dhe vëndojsh ilaçe, nuk shkon. Këtë e thomë, për rizat të Allahut kështu pastër. Ju më besoni mua, inshallah edhe ato më besojnë. Nuk o gjithçka parja, nuk o gjithçka kjo dinja, sidomos për çështje fetare. Unë jam një njeri që
Tamam, nuk e thom këtë për të lavdëruar veten. Mu hoxha më thon, "Bone çkët e bëjsha." E ne shefte, shqiptar, ku kam Abdulhamiti na ka përdor neve, shqiptar, hajde në ushtri, hajde të në luftë. Pash do e bëjmë këtë. Hoxha jon kish marr haber se në një librari do shok kanë qenë aty, shkollën unë ku e kam kry, s'ka pat kafeteri, s'ka pat restorant, s'ka pat, vesh një qajtore ka në ndër tokë, për të hi atë duhet përkulesh. E unë se pak më i nalt, mërziteshte, nuk shkojsh ishën qajtore. Tetova me 2 universitetet, gjikabe rreth universiteteve tona, o xhemat, që thujnë hoxhallarët na kanë lanë neve mbas. Te si ti bësh që këto lanë veç për këtë dynja, nefsi të grafloje, normalisht ai student kur do dale pi aty do dose një kafe ta pije, do dose një zhurk, do dose një diskotek, e do dose pak e në me vajza. Që këto punë di dun, normal. Ma shumë kafene e ka se sa libraria. Prap libraria të janë mbledh që aty të xhamia e Pashës. Do me thanë, ku? Enden muslimant. E lagjen tonë, mo thom një 10-15 libraria ka. Mektebe i thujnë, tamam, të neve, mektebe i thujnë, në për xhamia që ndërtojnë këto objektet e vogla, për me mësu fëmijëve shkrim leximin. Mektebe i thujnë e në bibliotekave, me thonë. Dyqaneve që shesin qitape. Ka marrë vesh hoxha jem, se aty shitet libri i një orientalisti, Myshteshriku. Çka janë këto fjalë? Ato që i thujnë muslimanëve na mjafton vetëm Kurani. Tha shko thuj, kije selam pi filan hoxhës, le ta hekin atë libër. O sos puna, unë jam si ChatGPT-ja, në rregull, me njerë e bëj. Unë jam si ato robotat. Çat ma tha çat dhe bëj. Shkova i thash ai. Am çava të ndit kush e di sa tyrma dalra. Kush o besimi, gjithë ma those kët llaf. Jers shumë rand. A be, a thuish ma bani. Po thash thom që kisha kije selam pi hoxhës, nuk është halal me i shit që këto libra. Gjel zaman, gjithë zaman, e mora këtë guzim. Nëse këti ja thash mund t'je thom, se cilit, ta shtup se isha në muhallën teme, njerin muhallën e vetë bëhet ma zgon. Nëse keni qenë në Stamboll, Bejazit, para Kapaliçarshis, ka xhamia e Sultan Bejazitit. Me njerë mbas, ka dyqane të sahafëve, me çadra, 100-200 dyqane që shesin libra. Çdo vikend unë andejen desha o xhemat. E për qatë kur do fole dhe kush kesh në për komente, ne ketë kujdes pak. Me njerë do të pysh, të shtonë delat kush këshe kur ishe në studime. Së në kalzoj hoxha, atër më shile gjojan. Unë e që andishko isha. E në gjajti kitë dyqanet me libra, i shëtisha, gjajti përmen që disha mo librat, fetar. Elhamdulillah, Allah i në dha një farloj interesi. Shkova i thashe në ati qetrit, kom dalë se jashtë, ati edhe shumë randë, ja dhe e thome dhe këtu me emër me mbi emër. Mustafa Islam Oglu, turk është dhe për fat të keq librat e ati përkthen edhe në gjuhën shqipe. Haram është me i ble dhe me i shit librat e ati. Ai është helm, keni kujdes se shumë i rrezikshëm është. Une çdo kujt e kom për detyrë me ia than hakun. Si është haram rakin me e shit, aq më tepër është haram një bidatçi që ta kërcënon imanin dhe akiden dhe i haditheve me e lexu. Ha xhamat, a e bona pak vazifen? Elhamdulillah. Një bar nga supet edhe një herë e hoxha. Për kë e thom kët? Për stresën që s'janë hoxhallar. Neve dhe i marim ato libra, dhe i mbajmë be një qosh, e ndë e shofim dyshmani shka flet dhe pikuna i sulmon hadithet. Tamam. Nese, Shifa i Sherifi letjet një qitab që të naruje imanin dhe i këtyre haditheve. Ska ndodh që pejgamberit a.s. ti kërkohet diçka, a i të those jo, dhe këtë sqarim e dham. Ka than një poet, ma kale la qattu illa fi të shehudihi wala naam, qattu illa gjaetin niam. Shif, ka thur do vargjet bukra. Ma kale la qattu, as njerë nuk ka than la, jo pejgamber islam. Illa vetëm kur ka than, fi të shehudihi, kur e ka lezu shahadetin. La ilahe illa Allah, Muhammedur Rasul. Eshhedu en la ilahe illallah o eshhedu enne Muhammeden abduhu rasul. Ne si e bëjmë në tehijat kur jemi, se te shehut i thujnë, e ne tehijatit kur e lezojmë në namaz. Xhamati i Mulla Mahmudit isha para disa dite në pjekje. I vdiq nana, një shoku tem të ngusht. 86 vjeçare. Burin, do me thanë, babën ky shoku jem, akoma gjallë. E naj, 86-88 vjet. Xhamati Mulla Mahmudit. Thotë, hoxho, nuk në gjonë të mirë me veshe dhe bërtiste. Mua i si më vejte. Lokum, fol, thosha, fol.
Fol me kanë ta incizojmë t'i qesim këto pleq në internet, jo ne të rrit. Hoxho, që be hali thot me do të rinë gjamoj, ven, i ngrojnë gishtat, i mundën gishtat pa lidhje. Neve na kam sa mulla Mamuti, eshedu e la, kur dja bëjmë, dhe ngrejmë gishtin, ilahe, illa Allah para se me thonë, dhe hungjim gishtin. Atër, qka që dërim që matë? Nëse dush të arrujsh dinin, nëse me ndojsh se unë mund dhe ma shumë se mulla Mamuti, hajde, të lutem, gjideni, vend tjetër për t'u argëtuar. Që shkoj që ka shkupi pak, futbal kishte. 99 minuta, ki qivë në fund, të prejshet, apo. E shëndosht ashtë, ndodhën dë njerë, dinjaki. Shko atje argëtu, me fen islame ju. Do me thanë, nuk ka ndodhë dë njerë thos e la, vetëm shahadetin kër e ka thanë, wela neam, dërsa kur thoshte po, illa gja etin niam, pa tjetër, me njerë në atë moment të vinë shumë bereqete, njëmete. A thoshte pejgamberi aslam, po, u sas puna. Do me thënë, aty vinë drit bereqete. Ibn Abasi, radhiyallahu ta'ala anhu, ma të regon, pejgamberi a.s. ka qenë njeriu më bujar në lidhje me khejr. Khejr i thujnë malit, pasuris. Do me thënë, për çështje materiale, atë u desh diçka. Me njerë ka qenë pejgamberi a.s. i pari aty. Dhe më bujar që ishte në muajin e Ramazanit. Dhe kur e takon të Gjibrilin a.s. në Ramazan, kur beshin mudhakere, apo neve që e lexojmë Kur'anin në namaz tom, në Ramazan, mukabele, mudhakere nga trova. Mukabele, 2 herë ka ndodhur para vdekjes, a Ramazan e qera, 1 herë në Ramazan, Gjibrili a.s. me pejgamberin, ja kanë lexuar njëri tjetrit Kur'anin. Kësa i thujnë mukabele. Po që gjitha e paras njëse mudhake. Ajo, talebet, ne kur ishim talebe, pas e mësojshim mësimin, shkojshim me një shok, njerë unë ja lexojsh ati, ma pa a i ma lexon të mu. Kësa i thujnë mudhakere. A mukabele o Kur'ani. Del një hafës ta lexon në Ramazan, Kur'anin. E thot, kur e zatek të Gjibrilin a.s. në Ramazan, ishte akoma më bujar, si një ere freskët kur hecte. Pse erën e kanë përmend, sahabët, se era vërtet e sjell bereqetin, edhe me shkencë, është unë sa e di, fotosinteza nuk i marrë vesh shumë ato, ama do pluhur, do gjënë sent, se i thujshin kur shumojnë lulet, hajde? Polenizim, po. Në përmjet erës, bëhet ashtu dhe ma pashtohet bereqeti ma shumë. Më thënë, akoma më bujar ka qenë pejgamberi a.s. Lidhje me këtë. Imam Neveviu ka thënë, rahimehullahu ta'ala, mos e harrojmë atë imam, ja lexuam gjitha qita për Riyadus Salihin. Thot, nga ky hadith del se është diçka e mirë e preferuar me shpenzu, infak me bë, inde liqa'is salihin, kur i zatekish evliat apo njerëzit e mirë. Që pejgamberi a.s. ka zatek një Gjibril, një melajqe, një pejgamber të melajqeve, dhe nga gëzimi i madh, hajtë që të bëj, me njerë, ne i thujmë ti daritim apo, sadaka apo, sa ti nuk punon, sadaka apo, thujemnin, infak me dhanë, fukarave apo njerëzve të gjorë. Po jo vetëm atër, edhe kur dë marish pjesë në një mezhlis, u zunë është. Me njerë që atë e një kutaj me kanë të bëjmë. Që kësi tema, e diri si va manipulojnë ndjenjat gjemat. Nuk o mirë me manipulu ndjenjat, ama që, Imam Nevevia thot, a ke marë pjesën në mezhlis të dijes, hadithe janë lezu, derse, nga gëzimi i madh te kur dalish për jashtë duhet, ku ka be dhe një hafës, ku ka dhe një talebe, ku ka dhe një nevojtar, si shukër, falenderim dhe këti një meti o gjemat. Ku dhe hargjojshim kohën tash, natë e premte, ku e kalojnë rinia, ma shumë natën e premte. Në korzo, apo, ma kote kote punë se kjo s'ka. Enden që kështë. Më më preket dëkush, se të dale ndoshta. Ama që kështë, se ne kuptoj, pitaj rethi që agje, njente, agje poshte, diqani shoqitim, agrokalishtat. Njene agje që kështë, vërtejtu. Me i thonë, shko ben haqilek bone që këtë tavaf, jo se palidi. Këtë e bëshe në tetov, beloqk. Në tetov e bëshe. Në pse e bante? Mo dhe e shof atë qetërën. Po të qabja është nuri Allahu gjelle gjellale. Po. Këtë mos e harrojni, qka ka thani Imam Neveviu, banjament ma shpesh. Dva kujtoj. Kanë thanë do poet të bukur, arab. Në akide mësohet, ndjenjën e të ngopurit,
ndjenin e uris, ndjenin e të mbërdhefmes, apo ndjenin e nxeftit, kitë Allahu Teala i krijon. Në këtë dimër, ku njerëzit harxojnë dinjon e strujës për të ngrof, neve ja jemi tu plas nga nxefti i shqyqyr Allahu Teala. Ai zjarr që u desh ta djegë Hazreti Ibrahimin, Allahu Teala nuk e krijoi në atë moment atë ndikim dhe erdh freskët. Edhe neve tash duhet të mbërdhefim, ja, detyrohemi të ndalim diçka, mbaj derën çile, aman më mirë nishon frame, të thujmë se shumë nxefët. Elhamdulillah. Prap Enesi radhiyallahu ta'ala anhu tregon se një njeri erdhi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i kërkoi disa dele. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i dha dele aq shumë sa i mbushi 2 kodra, do me thënë, ka pas një kodër këndej, një kodër andej dhe një lugin, si i thujnë bash aty në mes, qatë lugin komplet e ka mbush me dele. Para me ndonja mosa, 500, 1000 dele, nga pasuria vete pejgamberi a.s. Dhe kur kthehet ky njeri në qytetin e tij, akoma nuk ish bë musliman, mas kësaj bujaris pejgamberit a.s. e pranon islamin dhe i thot popullit të tij, eslimu, bëuni musliman, pranonja islamin, sepse fe inne Muhammeden s.a.s. joti ata e men la jekhsha faqaten, sepse ky pejgamberi dashur, Muhammed Mustafa s.a.s. jelp aq shumë dhurata, si një njeri që asnjëherë nuk i friksohet skamjes apo varfëris. E shofish, nuk i intereson hiç, vetëm jep, pse? E din se Allahu Teala është ai që lishon rrezkun edhe bereqetin. Çka tham një poet ka thënë çka kështu. Fele ulem yekun fi kaffihi ghayra nafsihi lajad biha falyattaqi sa'iluh tarahu idha ma ji'tahu mutahallila ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluh. Këtë me fjalë të njëjta e kam mbaruar. Sikur në duart e veta, në shuplakën e vet mos kish asgjë tjetër përveç shpirtit të tij, edhe për atë dhe ishte bujar dhe t'ja kish dhënë atij që i lypet. Do me thënë, ja Resulullah, më duhet një zemër, një shpirt më duhet. Me një tak dhe ta kishte dhënë. Dhe shohish atë të dashur sallallahu alaihi wasallam, kur shkosh ti kërkosh diçka, mutahallila, i buzëqeshur, sikur i lind thujemi një shkëlqen hana në fytyrën e ti. Qa që i lumtur që duket, e nepse ti ke shku, ti kërkojsh ati diçka. Sikur ti je ai që dhe japish atë që e kërkon. Neve ashtu jemi. Erdh ke i prap. Bestakfirullah. A nuk japish paren tënde? Themi, ka thamë, filani, një shumë për zeqat ose për sadaka. Edhe erdh njerit, hoxho, a ki e be diçka? Qërë, kurse pi gjepi tem të japa, po, interesant, neve jemi ashtu. Dersin e kaluar e përmenda. Edhe këtë ders, nesër dhe jemi hoxhallar, ku e di qka dhe jemi, vakëf mali, parja që mblidhet për muslimanve shumë e shenjt, duhet me i kushtu shumë rëndësi. Tamam, ai që e meriton, ai do ta merr, që askush nuk mund të dhe ta prek. Ndërsa një personi tjetër, i ka dhanë 100 deve. Kush ka qenë ky person tjetër? Ebu Sufjani. Ai që i kish boq ato gjymtime xhenazeve të shehidëve në Uhud. Akoma pa e pranu islamin, për t'ja ngrohë zemrën në islam, mu'allafetul qulub, 100 deve. Mund tjetë ndoshta nga arka e shtetit, po pejgamberit ja kam pru. Ka mund t'i përdore për xhami. Ta zmadhoj xhamin ma tepër. A i shkon dyshmanit ja e. Pse? Modi ngrofet zemra, modi zbutet. Çfarë sjellje, ja Rab. Ndërsa Safuanit i ka dhënë 100 herë, dhe thonë 100 dele, pastaj e nuk u ngop, erdhi kërkoi prap, ja dha edhe 100 qera, Xhemat tash më kujtojnë ato ditët kur i përktheshim këto, veç ja veç me stakfirullah. Se kur i përkthesh hysh pak ma thellë dhe ndjesh ma shumë, sikur e jetojsh atë moment. Thujshim inshallah dhe i kuptoje xhamati këto, mo ja bëje, këto e kanë tepra. Jo, që në për qitap e kalon. 100 herë jep, dhe thonë 100 dele ja jep, nuk ngopet vajnë prap i kërkon, kjo në ndo intervale kohëret ndryshme. Ama nuk i thot, shefe ki nuk ngop, para didit e i dhash 100 dele. Prap ja jep. Subhanallah. Dhe kjo ishte karakteri pejgamberit a.s. para se të dërgohet edhe si pejgamber. Bile Molla Ali El-Qari thot, bile edhe para se të krijohet, ai ashtu ka thënë, kuntu nebiyen wa Adem bejnë ruh wal jasad. Unë isha pejgamber kur Hazreti Ademi akoma ishte mes shpirtit edhe trupit. Do me thënë, akoma nuk ishte i krijuar si trup. Waraka ibn Naufal.
ka qenë djali i Axhës Khadijës radiallahu ta'ala anha. Ka dash të azateke shumë pejgamberin a.s. atë ditë kur dhe ishte pejgamber. Thëmë parashikimet e ati kanë dalë. Mirë po së në mbriti. I tha pejgamberit a.s. Inneke tehmelul kelle, ti e kënë supe barën e familjes tënde, barën e këtë jetimëve, barën e muslimanve të dobët, ku ka dë një musliman të shtypur, ti shkësh janë gjysh halet, ku ka dë një gjallë të ri që së meret vesh me nanën e vete, se do në bëhet musliman, ti e përqafësh atë dhe japish një vazife, shko ka Medinja, hik i kësaj nane. Po hajde atër, ishin përsë gjalli me pejgamberin a.s. Vërtet fjalët e Waraq ibn Naufelit ndodhshin. Po dhe sot ndodhin o xhamat. Sot nëse nuk të kupton asnjëni i shtëpis, mere një qitab ku flitet për pejgamberin a.s. dhe kuptojsh sikur direkt ty të flet. Në fakt i ka folë do një sahabiu para 1400 vjetë. Ama ashtë të gjalla janë hadithet e ati, direkt ndikon edhe sot. A mund të thosë e dëkushi nuk ndikon, o hoxha. Po cili pej neve vetëm me lexim të Kuranit u udhëzuan be xhamat. Cili pej neve pa e ndjek pejgamberin al-Islam, kishim do në djenja ndaj Islamit apo ndaj Allahut xhella xhelal. Po pa pejgamber nuk shkohet kërkun be xhamat. Va kam thonë unë këtë qitab kur fillova të dëgjoj me zinxhir të derseve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derset ishin viteve 2003, 4, 5, 6. Një hoxh në Turqi, i kishte në YouTube derset. Unë me që këto derse be xhamat e kuptova fen islam. Se pa pejgamber nuk shkohet be loç. Prandaj dhe njerë të kthehemi asaj teme. Aman kemi kujdes ata që thujnë Kur'ani na mjafton. Nuk na mjafton, shef mapa e hoqën e havalen. Bile ndrojnë e emnin. Do me thonë të i pim fillim ke kanë që ajo. Prap dhe e përmendjat historian, larg pamës. Çka na tha? Moti e tha këtë gjëmë, 2009, 2010. Ati parashikimet shumë i ka ndalë. Thoshte, hoxha larët, këtu hynë edhe hoxha vajcat, të konvertuar nga një fe tjetër, bëhen musliman dhe bëhen hoxhalar. Neve nuk di marim llogari ato në botën tjetër. Mirë po, për ta mësu fen, me pikpyetje. Se kjo është një projekt shumë i thellë dhe i rrezikshëm për t'i deviju musliman. Sosh mund do njëni halisa konvertuan e të mpreket shumë për këtë laf që e thash. Vlla jemi dashur, Allah im falt, inshallah za te kemi në xhennet me ty, për ty nuk e kam. Ama shif si dul njëna, tak, aha, u di këtu. Pse ndrojsh emrin? Po atër ti para do vjete me havale në mësojsh e neve gratë si duhet cilen me burat. Se kushi jemi taj? Fol kushi e taj? Për qatë gjemati këthemi parimi të vjetër, nga TikToku, nga Instagrami, nga Facebooku, bile dhe nga YouTubi, feja islame nuk mësohet. Nga YouTubi dhe mësojsh veç, e di unë e fen islame, po më mbes mbas, e kom zjetë që këtë hoq, dhe janë djek ligjeratat. Ama pin zero, pin shorë që une, ma pa normal se gishtin këshau dhe ngrajsh në tehijat. Ajo problemi ma i vogël. Ajo problemi ma i vogël. Vërtet, krasim me do shirke dhe kufre që bojnë në internet. Ko e di? Se di, valla mo në ashtere dhe sabri, vëjnë bare për këtyne që rinë ma shpesh në gatë. Ama gjemat si thot Mulla Jakupi. Gjemat, a ka le dë njerë me alshunjo. E unë Allah i ma falë dë njerë, valëshoj. Pa ja, që aty në ka nërë. Në ka ngërdit. Në ka ngërdit. Dërsa fisit Hewazin ja ka këthyër ropët e luftës që i ka zanë, që ishin afër 6.000 veta. Abbasit radiallahu anhu mijës së vet i dha aq shumë altan, hala nuk ish bë musliman, që t'ja ngroh zemrën në islam, aq shumë altan sa që mos kishte fuqi edhe t'i mbaj ata. Ka edhe do raste tjera shumë të bukra, çekja. Këtë e kërkojsha. Pak i rash ma hof, nuk duhet dhe juve të bezdisi, po që ki raste shumë i mirë. Një dit i erdhi një burr pejgamberit a.s. dhe i kërkoj diçka. Yani si me thanë borç, ja Rasulullah, mund të më ndihmojsh pak çështjet materiale. Pejgamberi a.s. tha, ma indi shay, s'ka masun asgjë. E nuk s'kom kur gjë. E në hoxha kur dhe those këtë, duhet të those me sinceritet. Allah i na falë gjemat, me që ato që hajde sadake. Kështu ja bëj, inshallah së më quhet ren. Kështu ja bëj, gjithë dose në kuptoj. A të mlanë e rahat. Se vërtet, këto që lipen publikisht, nuk o halal me undihmu. Ki ka ardhë në zyrë pejgamberit al-Islam, në dhomë, private, se bie ndesh me Kuranin, ata që janë zort, me të vërtet, u vajnë bare të lipen publikisht. Dhe vaj që aty në zyrë, të të hoxëm, s'dëdijen si të hije muhabetit,
3 muj, 4 muj do mendohet ndoshta për atë mesele, atja thom hoxhës, a më ja thom hoxhës. Njën se ata thonë para 5.000 vetave me një peshkir, njeri ka dalë në biznes, valla. Si taj si nuk vejnë bare, kur e qelish dyqanin ton, apo kitë në të më shofin, në asaj nuk i vejnë bare, kur e qelat peshkir. Biznes është kjo. Prandaj, duhet me i rujt paret, me i qua aty ku duhet, ku do zane vend. Pejgamberi a.s. tha, nuk ka masone diçka. Mirë po, ja tash, çka i tha Veraka, ta i dhe i ndihmojsh atyne, dhe u dalish zot. Lakin, ibta aleje, blej dhe shkruje në emrin tim. Këtë vesh baba ta bënd. Shkon marketat jenë mua, ma pa e në këto marketet mua, të dyqanet e vogla pilarat janë të ushduk, se dulen këto marketet e mëdha. Te këto normalisht nuk funksionon ashtu sistemi, apo shkruje. Ta ki shkrujt nuk di bëjt e gjithë mu barek, apo. Ata gjinafet që shkrujtan betën me një dyqanin, e shtejsën e pagujtan qiranin e mshelën dyqanin. Me shkrujt me veresa e jesish fukara. Ta di shkët. Në këtë nivel të musliman lekit, jesish fukara. Kojshi e kam, shok e kam, mi ka tregu do emra që janë veç retrovizorin apo menjaqin e rabës i kushton qatë sa i ka, thuj emnin borç atit pilarës. Nuk ja ka pagujt. Barja e madhe. A e ka veturën, themi, 50.000 eurë. Si ja ka këthy? Karaktero kjo, pun karakteri, nuk se s'ka mundësi. Nese, thot, shko blej në emrin tim, neve se i thujmë dhe shkruje. Kur dhe kem diçka, neve dhe ta pagujmë. Kush e bombe këtë, o gjemat, përveç bëjmë. Baba e ne kur t'i bëjsh, më bëj 15-16 vjetë, as baba nuk ta bon. S'ta bombe, gjemat. Shko, thot, bleje, kur dhe ki e mune, dhe ta paguj. Kësa i thujnë havale. Me thanë, borgjin ti që e ke, unë e marë përsi, për unë dhe ta paguj. Ma pa atë punë që e ke me atë person, unë e dhe ta kry. Mo vetaj të shpeja, po dvejt e unë. Ja, Rasul Allah, nuk të kuptum në ty. Se ne kuptum, ne në kurist pejgamberit a.s. vet u pasuruan, po gjemat, fakt është kjo. Tu thonë, ja, Rasul Allah, pejgamberi ka thonë, a i ka thonë, ke ka thonë, milionat u vërtejtën, njerëzit në betën si gjinaf. A i detyrohet të mshele dyqanin, ki qetrin doshta, më falni që e thonë këtë po, ftofet pi fes islame, shkaku i varfëris, ka në kësi raste. Thanë ato sprovat e varfëris e krizës sen, i venderi diku, qa që ka imanin e dobet, e në thëtë, s'ka kajrë as pi fes. Ka edhe asi raste dim gjemat, Allahu ta'ala në rrit. A ka edhe raste që, një njeri që e njof, 1 milion e kusur euro i hupi. 1 milion e kusur euro. Tha hoxho, kjo në Stambol, pikta askushëm, pin Tetov, Macedoni, rrethin nuk kam dhe një shok të ngush që e ka qatë bugjetin. Do shta ka, po s'ma ka tregu. Se edhe unë s'ja kam pyet. Nese, këtë e kam pak si familje dhe si shumë të afërmish. Shok i babite. Tha hoxho, 1 milion e kusur. I hupa. Mos e kisha këtë iman. Mo e kisha Kemal Efendin që shkojsha dënjerë të më lutet e në të më qetsoje, Kemal Efendia jem. Është personi që më ka njoftu me Kemal Efendin. Na hupën, tha, gjitha të pare. Mo e kisha qatë hoqen që këtë iman, sa do pak, vallaj vetë vrasjen. E mendova, tha. Ama imanin andale. Qka do të thot vetë vrasje, Gjemal? Ta hupish fejnë gjajti. Pa qatë, Allah më nas provoft me këtë... Hazreti Omeri, kur e dëgjoj këtë rast, i tha, ja Rasulallah, Allah nuk të ka obligu me këtë punë. Të shti marish do bare, do përgjithsi që Allah ta'ala nuk të ka obligu. Pse e marish këtë? Hazreti Omeri, qa që ka dash pejgamberin a.s. Pejgamberi a.s. nuk i pëlqeu pak si përgjigje kjo, erdi një person nga ensarët, nga Medinasit. Tha, ja Rasulallah, enfik vela te khaf. Ja Rasulallah, hiq, jep edhe hiq, mos u frikso. Kush ka qenë ky person që i ka thamë pejgamberi, shko blej, në emrin të mundë të paguj. Hazreti, Bilali radiallahu ta'ala. Ta dim gjema, qka kanë hek, me barkun e unët, kush e di sa muj, a kujtu atja thom pejgamberit këtë lafa më ja thom, ama e ka thirë me gjithë shpitën e me gjithë zemër e zanin. Pikto nuk del se hoxalarët papare duhet punojnë, edhe kjo nuk del, normalisht, duhet që edhe një buk në shtëpi. Ama qëllimi nuk dejet parja. Allah, ja Rabi, në rujnë jetet. Në rujnë jetet, shu flasim kolaj, ama ta shofim. Hala nuk jemi sprovuar. Prandaj, ja Rabi, jemi të dobet, edhe mos na sprovo. Njere qajsha këtë hal me njone, helbet, a i ka pak gjendjen mani, thara i berat, hoxo, ana kje neve, a i sa majrë mërë të i laf.
Ma po mendova në shpaj, besim, po ati, kush ja ka dhanë këtë pasurive? Kom shumë tafërt. Nuk dhe kalzoj kush, ama e kom shumë tafërt. Se ne hoxalarët pak e qajmë këtë, me këtë rokë qaq të ullët, nesër fmive, gjidullam, ama thujmë Allahun Teala, e kemi edhe i besojmë, elhamdulillah, pa dyshim. Tha rajbe ratë, hoxo, ne përgjimi këta, ma pa tërtë rahat, traku, majre, kom këtë. Po me vdek, baj! Usos, në Allahun e kemi, moment, harrohet njeri, astaghfirullah. Erdhi një njeri nga ensarët, i tha, ja Rasulallah, jepi dhe mos u frikson, nuk ta pakson pronari arshit Allahu dhul gjelal. Pejgamberi a.s. buzëqeshi dhe me njeri kuptojshte në fytyr, se ish njeri transparent, ish njeri sinqert, ashtu duhet me qenë. Kur nuk të bëhet qifi, duhet të prishet pak fytyre. Kur të gëzosh, duhet qeshish. Nuk tresh taj në shumë, më mënoj se që ato tipa nuk i kam. O loshk, atë qeshet, qeshbe, mos u shtir. Një që njerë më kanë thënë, hoxha ma serios pak në derse, po e pranoj, falimin der. Po më qeshet, gjithë bëj, ja ke kom për para. Si ta mbaj vitin? Duhet me mbajt, vërtet pak se e te projmë ka dë njerë. Dhe tha pejgamberi a.s. Bihadha umirtu, fiks me që këtë që ma tha e ti, o ensar, o Medinas, me që këtë jam urdhëruar. Hiq mos friksohem, vetëm tjap, Allahu Taala do të na shtoje. Erdhëm ka fundi dersit, atër me këtë mund edhe të mbarëm. Hazreti Enesi ka thënë, radhiyallahu ta'ala anhu, la yadkhiru shay'an li gadin, nuk kursen të asgja pejgamberi a.s. për të nesërmen, dhe lidhje me këtë hadithet janë shumë, se sa zemërgjan dhe bujar ka qenë pejgamberi a.s. Tregohet nga Ebu Hurera radhiyallahu anhu se erdhi njeri te pejgamberi a.s. dhe i dha borç pejgamberit gjysëm vesek. Gjysëm vesek u bën 18 kg, thoni njësi mace ishte 18 kg. Ta shohim, sa ishte fiks 18 ajo. Gjysëm veseku. Po, bëjnë afërsisht 18 kg ushqim. Do me thënë, ja Rasulallah, unë e që ty do t'ja borç, ama të mi kthesh këto 18 kg, themi hurma ose diçka që mund të hahet. Pas disa ditë erdhi njëri dhe kërkoi borxhin te pejgamberi a.s. Pejgamberi a.s. ja ktheu një vesek, do me thënë, një 18 kg një me ato hurma, themi në thojza, dhe një gjysëm tjetër. A i tha, një gjysëm veseku ja kish dhana, po, që bëjshin 18 kg, pejgamberi a.s. ja ktheu një vesek të plot. Më thanë, a i ja dha borç një gjysëm 18 kg, ajo ena mban gjithsej 36 kg. Të nxere e madhe. Pejgamberi a.s. ja ktheu borxhin, pjata nuk kthehet bosh, këtë terbije kanë nanat tona, këshilerët, të ka dhënë diçka, me njerë kthehet edhe pjata me diçka. Pejgamberi 2 fishin ja kthen. Çka tham dersin e kaluar, kjo nuk është kamatë, se në marrveshjen e parë fillestare nuk ka kalu kjo. Unë nga shpirti jem, nga qefi jem, t'i jap që këto si hedije, si dhuratë. E me që flitet për këtë pejgamber të dashur, se disa dakika u bo dersin, ja 50 janë bo. Atër përmendim edhe disa raste, pak më të afërta, me ulemat, që ashtu është xhamati, shpirti muslimanit. Ja le atë pikë të nalt pejgamberit a.s. po nëse ne mbrim atë, po e duan atë pejgamber dhe mbetet aty. Ama ulemat tonë të vërtet, kështu nuk e pan pejgamberi. Ai nëse ka vepru kështu, unë ma tepër dëmundojmë të veproj. Dhe kalojnë disa raste. Njerë dhe filloj me imamin tonë të dashur, imam Ebu Hanifen, rahimahullahu ta'ala. Ka qenë hoxh xhamat. E dikton një nxanës nga fytyra se është i unët, i uritur. Diktohet dë njeri, mua tis në ka ndodhë, shofi mama. Te ne diktohet se ka hangër shumë, apo, mashallah. Si ja bon, thuja, lishu atë zë? Që, thërtejnat, kur i shkojnë. Pi aty e diktojmë se ka hangër shumë. Mo boje vaki, ja rabi, mo nas provo, nuk du mas, ne as dë kush i qeter, ta shofim këshu. E dikton ka fytyra se në zanë si veti unët. Mas mësimit e thirë në shtëpi, i thot, a mund vish në shpinë teme të më dihmojsh pak se kom do punë. U sos puna, hoxha më ka thonë. E ne vejnu, sa sati, sa të those hoxha, nuk une kur du. Hoxha kur do më those. E ne vejnë. Te shpia e Ebu Hanifes, nuk ja boni para nxënësve qe. Kinë se ka pat dë një punë,
ja ka shtru një sofër shumë të bukur. Thot që këtë e kisha punë, se së mrite shpirti rahat ty të qof në gjendje. Mapa, Ebu Hanifja, nga buxheti vetë që e ka pas një pasuri, shqyqyra Allahut, janë danë komplet talebeve, që mund dodhe edhe njerë, dhe një talebes vetë t'i vaj era e unët ka goja. Dhe tregohet, një pej talebeve të varfër të ti ka qenë edhe imam Ebu Jusufi, myç të hit i math, që aty ka do qitape të fiku të hala me fetfate ati hymë se vapu që ma. Nënë e vetet qatë kushtet, ja e pe Ebu Hanifes. Ebu Hanifes jep, kur e marin vesh një dit, Ebu Jusufi nuk vjen. Ebu Hanifja kur e shef se mungon gjithë këj imam i math, potencial, dëbohet, myqtehit, thot me njerët ma thirë një këtu, dhe e merë përsipër, unë e më pisot e kësaj dite, ha gjali jem, ha taj, kur një dalim s'ka. Neve sot këtë së ne bëjmë gjemat. Ma të paktën me zeqate, me sadaka, mos i lam, anësh edhe mos i lam me ujë të ftofët lahen talebet ton në medrese. Mos i lam me dë nivoje të prejshet apo me sugjuka të kalpta talebet ton. Atë që ha një student i shtulit që jep 1200 euro në semester, ma të mirën duhet të haje një hoq, ashtu duhet besim. Talebet u qenë. Kjo të regon se sa i kjenë djenjat e gjalla për fen islame. Imam Bukhariut njeri ven një kervan me dhurat, plot deve. Që, si e i fajsim, i ratë unë e jom. Edhe Imam Bukhari e ka pas, dhe ja të shonë një kervan, kush e disa deve të ngarkuara me dhurata, me pasurije, me shend. Imam Bukhari t'i vinë në dorë ato, dhe filon talebes, nataj diçka, ja kalzon, talebe e vete kalzon këtë rast. Dhe thot, të nesërmit kur erdh në ders Imam Bukhariu, kur e pa, nuk i kam bet kur gjo për veti. E që këshu berdh gjemat feja islame. Në ti tash folish keq për Imam Bukharin. Ah, be gjemat, Që ato talebes ta bëjnë halal. Që ato talebe nuk ta bëjnë halal. Dhe këto kitë kalun në për libra, ka në burime këto. Janë të dokumentume këto. Nuk janë pralla. Gjyshem s'ma ka kalzokët. Gjyshem maksimum sa vashin e ne thujemnin. E ne pse se kam brej gjyshem, po gjyshet tona. Hajde, gjikishte, feride, e ne sa vashin mund të na kalzën. Këto janë në për libra gjema që kalujnë. E treta, Imam Ahmed ibn Hanbeli, pasi del nga burgu, që ka përjetua sprof, mihne i thunë, pushteti e burgos, shkaku se nuk e shet akiden e vete. Kurani nuk është i krijuar, Kurani është fjale Allahut. Për këtë ka hy njeri në burg. Kur del nga burgu, tash disa vite ndoshta paus, së në ka shkru libra, ka mbet në bas zhvillimi islamit, me njerë shet gjithë shka që ka në shpinë e vete personale, dhe me njerë talebe vetë, hajde shkojni bleni tash boj, shkojni bleni lapsa, shkojni bleni fleta, me njerë të vazhdojmë aty ku kemi mbet, me i shkrujt hadithet. E që ashtu ba Musnedi i Ahmed ibn Hanbelit. Zdja e keni pa. Në vasë si shpi botuse, unë e kom pa një shpi botuse, afer 50 vëllime e kishin bo. Gjitha ato hadithe që ashtu mblodhen gjema. Atër ka kam punë të mbledhi shpare për bojën e penkallës e lapsit. E na jo ka kanë marifet për ta gjetë. E na jo ka kushtu, subhanallah. Sot kiti kemi. Printera plot, fleta plot, vesh një entere, shtaj bishtë, vinge, ti qetë, 2 vëllime liber të qetë. E ne më bëjmë kur gja, ja Rabbi. Na shto vullnetin, ja Rabbi. Na shto shurin, ti bëjmë hizmet dinit tant, ja Rabbi. Këtë ta kemi si nder, nuk të presim, hoxho Allah i që përblef, jo be hec, veç për Allah e për pejgamber dhe e bëjmë këtë. Imam Neveviu, rahimehullahu ta'ala, nëse ju kujtohet, ka pas medresin e ti të hadithit, dhe ka pas plot talebe aty. Aty talebet, si në shpit vete, kanë flet, sot konvikte që ju thujnë, apo? Ndër konvikt ka diskotek. Jo. 20 metra ma ti që se konvikti, ka fiq. Nuk shkon gjema. Dë fleja aty talebja. E në për hoxhallar, sidomos, vlen kjo ma tepër. Nuk ti hupet koncentrimi që ka kam su në derse. Që përqëndrohet komplet për ati mësime. Duhet të mbajsh aty, kur dalish, nise e shoish, këndi, was të këfurla, ja gjipash, shkoj kita ju dhja di që e more. Pa dhe së mbaj mend kur gjo, së mbaj shmend. Unë eva kam thonë, 2 javët një her dilshim. Shtunat djelat. Brenda jave, 24 saat mshel, o gjemat mshel. Këtë bera azganin matmat jo dhët, on jam muslimon. E në gjirejnë Facebook, e në shumë palidhje komente. Disa atë së ndërkish duru. E ta shi rrugat që flasin për fen islamin në internet. Për të lutem be, ma tupak, ma e vitin, mbare është,
Mbare është, disa se një bon sabër. Neve 2 javët njëherë dilshim. Tamam. E tash mund të imagjinoj unë si ka qenë, se hoxha vinte nas gjonte në namaz të natës. Tamam. Cili hoxh, jo kryesori, po hoxha Allarët më të rinj që ishte. Imam Neveviu i ka qenë i varfër dhe ka pas vetëm një dhomë të vetme. I martum s'ka qenë, fëmijë s'ka pas, as një obligim tjetër s'ka pas. Veç fen islame. Një organ e ka pas, të mblohet me atë. Atë natë ftofti i madh. E dini si janë fëmijët, hoxha mungon diçka, po s'kam laps, po unë ja kam laps belur. A mund të një laps? S'kam për viti, thojza. Talebja se kupton atë, se kujton. I thot Imam Neveviut, s'kam një organ për të mblu. Imam Neveviu i hep çati organ. Ta natën dridhet piftoftit Imam Neveviu. E shojnë do talebe. Kush e shefa? E dini që më? Ai që e shkon që këtë librin e vetë. Ibn El Attari, një për nëzans vetë. Ai e shkon librin e vetë që këtë. Si e kishem një libri, El Me'ariful Ulja, fi tarikhin Nevevi. Tamam, Me'ariful Ulja. Thot, që kësha i ndodhi hoqës tem? E pa ashtu u dridh. Që ki ras gjemat më pëkuti kitë? Tha shqyqyri derdha lotët tu e përgatit, dersim kapjen e këta hoqë. Shteta. Qki rast më mkuti kitë? Ja, Rabi na bashko në gjennet me Imam Neveviun. I ka thënë talebes vetë. Po hoxho, pse e bën e bë këtë? Se tu dridh nga ftofte një talebja jem, mu nuk mund të mzane gjumi. E pesta, Imam Muhammed Bahauddin en Naqshbendi që e ka Lagapin, El Bukhari, dietari madh i hadithit dhe i Bukharës, i Uzbekistanit. Duhet me pat kujdes me këto emna xhamat. Këto janë shënjestër e dyshmanëve të fesë. Për herë feja islame a luftuar ndaj këtyre emnave. Ku ne me këto emna domethënë shënjestër kanë qenë këto emna. Pse dyshmanët e dinit që këto emna i kanë sulmu. Keni kujdes. E ne pi brenda e ne pi jashtë. Momentin kur e ngjoni emrin e këtij dhe dikush flet keq për këto, ta dini se janë xahila. Një ose është pi atyne që janë brenda e ne duan ta njollosin këtë emër. Me të këcyme, me të valzume, me dhikre, me të tarikat gjithujnë këtine dervishi i sotshëm, sufistet e sotshëm, s'kajnë lidhje këto. Këto e njerës shumë të mdhej, ulema të mdhej. Këto kanë gjallë me miliona zemra të vdekura. Ka pat medresen e vete. Alimi hadithit ka qenë o xhamat. Alimi hadithit, qytetin ku ka jetu, në Bukhara, ka qenë një shekh shumë i famshëm. Nuk dja përmendi emnin, unë ja di, po nuk duhet me ngarku njerëzit me këto emna. A i ka bo dhikër me za. Allah. Allah. Me za e ka bo dhikër. Shtej. Qitape kjo kalë. I ka mbledh, haj mu nuk mbesojsh, i ka thonë ati shekhut, ati hoxhës math, haj mu nuk mbesojsh, që di mbledhim kitë ulemat e hadithit e fikut cent që jetojnë në Bukhara dhe në rreth. E kanë bo një meshvere, një këshill, të diskutojnë për argumentet se si bëhet dhikri. Ka kaluar edhe në qitapet tona, e në unë me gjithë zemër i besoj asaj që e them, më dishojni, se dhikri me za nuk është mirë hiq. Dimari shte spejt, pa za, si i bëjmë namaz. Subhanallah, subhanallah. 33 herë, e thush. Të njëjtën bone në shtëpi si dush 33 milion herë. Ama pa za dhe e bëjsh. Nuk ti pengujsh dhe kujtë. Allah. Se sahabët këshu e kanë bëhë dhikrin. Tamam. Pejgamberët këshu i kanë bëhë dhikër Allahut. Tamam. Kurani, Sunneti, në këtë rrugë neve në udhëzojnë. Fani pak se e te prova. E kjo Imam Naqshbendi që këtë gabim e ka korrigjuar vendin e vet. Pi aty më pa fama i fluturon në hava, se ka qenë shumë i ri kur e ka bërë këtë lëvizje. E tash të kesh kujdes kur të flasësh për atë. E ndërton medresen e vete dhe plot talebet hadithit, send fikut, sheriatit. Vjen një ditë në i varfër, bashkë dal nga medresja. Atë medresën më falni shprehje, më falni që harova, e ndërton me paret e veta personale. Dë një altan grues, altan vetin, gjika mbet për babës, dë një fush, e bon një medrese. Një dit del nga medreseja, ven një varfër, o imam i nderuar, thot, s'kam hiq as papuqa as sandale. Ja e papuqet dhe vetë shkon këmbës bathur në shtëpi të vete, gjithaj imam i madh. Këta dhe mundesh e ta bësh o besim, me çato papuqe 20 miliard që i kom bleq aty në pazar dhe e kisha bo. Ama me çorape prap nuk dëshkelsha në tokë. Drejt dhe thesha dhe një shoq, a mund të më bish një palë papuqe sa të shkoj në shtëpi. A me këpucët që i kam bler, e nepse s'kushtojnë shumë, sa dilte në Turki i blitëm, sa dilte me dinar, afër 1500 dinar dilte. 1000 herë dhe isha mendu, a dhe mund t'jap që këto këpucë. 1500 dinar o xhamat.
Tash neve do matim me këto alim e ulema. Kjo kalon në Reshahat, është një kitab i madh që kalon këto menkibet ngjarjet e mëdha të vlijave. Dhe e fundta e kam përmend këtë edhe në ders, hoxha e mi dashur Mahmud Efendia, edhe kjo nuk ka prall, këtë ta kallzon vet njeri që është ende gjallë, ka një 2-3 video në YouTube si lexon, thuaj emrin Asher, ka qenë muezin në një xhami. Mirë po muezin, jo veç shumë muezin. Hoxh që ka studiuar sheriatin, në Stamboll ashtu janë muezinët. Zakonisht janë edhe hafëzler. Nga varfëria detyrohet ta lanë studimin, shkohet punoje. Kur e shef Mahmud Efendia, ku o be ky? Me emër me mbiemër e di. Moja përmendi se ku e di që shkon vesh mund t'i pengoje. Ja, unë i kam kallzu aty në medrese për motivim, ki shkon ja kallzon këtë dinjas, në Maqedonim përmendën. Se di mund preket. Ama është, me incizim është, njeri i gjallë është. Tregon, beta, u deshta la duhet se të punoj, që i dare në shpi buk. E merr vesh hoxha e mi dashur Mahmud Efendia, shkon me gruan e vete, e bën një muhabet, gjikimi do altan e kom, do qafare, do send. Atë japim, tja japim, rizan lillah, ja japim dhe qashtu, a i vazhdon studimet, bohet edhe hoqë. Që këshu feja islamet. Ku ishte burimi? Pejgamberi a.s. A i na mësoj neve jep, sa Allahu Teala do të shtoj. As nuk ja paksoj, as kurço. Vetëm ja shtoj, po shqyqur Allahut edhe fesë islame, bereqetin ja shtoj. Një hoqë ma tepër e fitove. Allahu ju shpërblet xhamat. Allahu këto gjëra që i lexojmë ne i bëf nasip të zbatojmë. Vërtet janë nivelet nalta, se ky kitab nuk let veç për filestar. Po ka gjëra edhe për filestar, po ka edhe gjëra shumë të holla që të bëjnë musliman i përkryer, i përsosur. Allahu na bëf nasib, amin. Me këtë dhe mbarojmë, javën tjetër shifemi, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.